Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni një dhimbje gjuri dhe ju kërcasin kockat, mjeku zbulon recetën që do ju shpëtoj për gjithmonë. Angriheni ndonjëherë nga ndonjë karrige ose uleni dhe dëgjoni gjunjët tuaj të kërcasin. Nëse është kështu, me siguri po pyesni veten se çfarë po ndodh dhe nëse duhet të shqetësoheni. Pse kërcasin gjunjët? Tingulli i kërcitjes ndodh kur dy sipërfaqet e kyçeve ndahen dhe lëngu i kyçeve formohet pothuajse si një gaz i vogël dhe krijon tingull. Kërcitja në gjunjë është një fenomen tërësisht i zakonshëm i cili ndodh me kalimin e moshës. Ka disa arsye pse gjunjët e bëjnë atë tingull. Nëse kërcitja përkon me dhimbje, ëndje, paqëndrueshmëri të kyçit, ndjeni se diçka po lëviz brenda gjurit, mundet që të jetë një shenjë e diçkaje më serioze. Njerëzit të cilët kanë këto simptoma duhet të vizitojnë me patjetër një mjek. Ndërkohë, duhet të dini se kjo mund të tregojë një problem menisk, dëmtim të kërcit, artritit ose trashje të indeve të shkaktuara nga një dëmtim. Kërcitja dhe plasaritja e gjurit mund të ndodhë edhe kur kërci konsumohet dhe dy sipërfaqet e kockave fërkohen me njëra tjetrën. Ndonjëherë mund ta ndjeni kur vendosni duart mbi gjunjë dhe kjo mund të tregojë artrit, shpjegon ortopedi. Osteoartriti, forma më e zakonshme e artritit, shkaktohet nga konsumimi i shtresës mbrojtëse të kërcit në skajet e kockave. Ndërkohë, ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës, trupat tanë konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe të presionit. Nyjat janë pikat ku dy kocka takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve. Tendina, kërce dhe muskuj. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njeriut. Trajton një sasi të madhe të stresit pasi njëkohësisht mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur kështu pjesën e sipërme të tij. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë të gjithë këtë recetë se si ju ta përgatisni atë në kushtet e shtëpisë. Si fillim, kjo recetë përmban përbërës tërësisht natyral të cilët juve do t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar të gjitha problemet. Me kalimin e kohës, duhet të dini se shkaqet potenciale të dhimbjes së nyjes së gjurit janë të ndryshme, duke filluar që nga një gjendje kronike e cila ndodh kur kërci midis shtrave është thyer, artriti reumatoid, e cila është një sëmundje autoimune që ndikon në nyje, duke shkaktuar ëndje, inflamacion i qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundjet imunologjike, lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacion i tendinave, një formë e artritit në të cilën grumbullohet uji. Për fat të mirë, për gjunjët tona ka mjete natyrale, sigurisht për të ulur inflamacionin, dhe ju duhet të dini se speci djegës është përdorur nga amerikanët për të lehtësuar dhimbjet. Kapsaicina është një substancë kimike e pranishme me përqendrime të larta tek speci djegës që lehtëson dhimbjen përmes një shumëllojshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmetuesit e dhimbjes kimike substancën P që të arrijnë në tru. Së dyti, kur zbatohet depërton në lëkurë për të defunksionalizuar fibrat të cilat i përgjigjen muskujve të dhimbjes. Nëpërmjet të lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervore që të ndjejnë dhe të transmetojnë në dhimbje. Së fundmi, kapsaicina gjithashtu parandalon përhapjen e dhimbjes në zona të tjera. Një studimi, një përqendrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar për menaxhimin e dhimbjeve, gjeti se aplikimi për vetëm një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes deri në 12 javë. Kapsaicina është gjithashtu efektive për sëmundjet inflamatore të lëkurës të tilla si psoriasis dhe eksema.
Speci djegës të gjithashtu shërben për lehtësimin e inflamacionit. Uthull-molle, ekstremisht e dobishme për shëndetin e njeriut në një gamë të gjerë aplikimesh. Uthulla e mollës është një anti-inflamator i fuqishëm që mund të lehtësojë dhimbjen e nyjeve. Acidi acetik i cili gjendet në uthull depërton në lëkurë dhe mund të ndihmojë në thyerjen e kristaleve të acidit që formohen në nyja. Gjithashtu është të zbuluar se acidi acetik siguron lehtësim efektiv për tendinat dhe inflamacionin e nyjeve. Përveç kësaj, uthulla e filtruar përmban minerale si kalcium, magnez, kalium dhe fosfor. Vaj u lirit është një mjet i shkëlqyer anti-inflamator dhe njëkohësisht mjaft i butë. Xhenxhefil. Xhenxhefili ka veti të fuqishme anti-inflamatore, fitokimik, pengon një përgjigje të tepruar imune që shkakton inflamacion. Një studim i vitit 2014 i aplikimit të përditshëm të xhenxhefilit në nyjet e njerëzve me osteoartritë rezultoi në lehtësimin e dhimbjeve brenda një jave dhe vazhdoi për kohëzgjatjen e 24 javëve të studimit. Trajtimet me xhenxhefil përmirësuan nën dimensionet e cilësisë së jetës, rezultatet e funksionit fizik, dhimbjet dhe dhanë shumë kënaqësi për shëndetin dhe efektin global të osteoartritit. Natyra jo invazive e xhenxhefilit arrin që të shmangë rreziqet e barnave dhe kirurgjisë konvencionale dhe ka potencial të vënojë dhe ndoshta të parandalojë përdorimin e këtyre trajtimeve invazive. Ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje për të zvogëluar inflamimin dhe njëkohësisht për të lehtësuar dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetën duke përzgjedhur gjysmën e stasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mund të jetë i fortë dhe vaji i ullirit pakson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë inflamacionin nëse i hani. Mbani në mend se speci djegës mund të bëjë me njolla rrobat, prandaj keni kujdes me veshjet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me specë djegës pluhur, 1 filxhan uthull-molle ose gjysmë filxhani vaj ulliri, gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Përgatitja: shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull-molle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikojeni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni atë të veprojë për 20 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe thajini. Masën e përgatitur mbajeni në frigorifer dhe tundeni mirë përpara aplikimit. Ndërkohë mund të përdorni dhe recetën me piper të kuq. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Për këtë juve do t'ju duhet 2 lugë piper i kuq dhe njëkohësisht 1 lugë vaj ulliri. Sipas ekspertëve, përzjeni të gjithë përbërësit për të përgatitur një masë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për plot një javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të mira dhe të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase ai gjithashtu trajton në dhimbjen e gjurit. Mjafton ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë për disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë konsultohuni me mjekun për çdo recetë që aplikoni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.